Edhe kjo zgjidhje është, do ta quaja e përkohshme për faktin se ne tashmë jemi pajtuar bashkë edhe me komunën e Podujevës që të ulemi dhe ta negociojmë një marrëveshje. Na kena arritur një marrëveshje me komunën dhe me Ministrinë e Infrastrukturës. Na kanë lejuar rrugën e Zagrebit me shfrytëzue. Pas shumë bisedave që kemi pasur edhe me shoqatën e transportuesve nga Podujeva, që i kemi pasur tash disa ditë në një grev këtu përballë objektit të komunës, kemi ardhur në një përfundim që megjithatë ata do të shfrytëzojnë një linjë tjetër që konsiderohet më periferike në kuptimin larg pjesës qendrore të qytetit për të vazhduar në destinacionin e tyre të fundit në stacionin e autobusëve. Edhe kjo zgjidhje është, do ta quaja e përkohshme për faktin se ne tashmë jemi pajtuar bashkë edhe me komunën e Podujevës që të ulemi dhe ta negociojmë një marrëveshje e cila do të zgjidhte përfundimisht këtë problematik në mes të dy komunave. Në këtë kuadër, një prej masave tjera që kryeqyteti ka ndërmarrë dhe që konsiderojmë që do të lehtësoj dhe do të ulë kostën e shpenzimeve për qytetarët të cilët frekuentojnë kryeqytetin, është se kemi vendosur për një bilet të integruar, do ta quaja, sepse biletën që ata do të përdorin për të ardhur për shembull nga Podujeva në Prishtinë, e njëjta do t'ju vlen edhe për shfrytëzuar linjat e trafikut urban brenda kryeqytetit. Na kena arritur një marrëveshje me komunën dhe me Ministrinë e Infrastrukturës. Na kanë lejuar rrugën e Zagrebit me shfrytëzue, edhe stacioni parë që pa hi të rruga Zagrebit është te shkolla në Belç aty, edhe në stacion edhe kthimi mbrapa në rrugë. I falenderoj edhe komunën, edhe ministrinë që gjetën bashkëpunim, edhe rëndëtoi kjo pikë. Atëherë a do të largohen sot autobuset? Po, autobuset do largohen më herë tash. Do të fillojnë punën. Sot si shoqata transportit llabit Podujevë kena marrë vendim që gjithë qytetarët të udhtojnë pa pagesë, si Batllov, si në Sharban, si në Shajkos, si për Podujevë, deri në ora 11 qyshen edhe interioraret, i kanë çdo qytetari ka shërbimet pa pagesë.